Një sqarim për miq dhe për të shuajtur kurreshtjen e atyre që mendojnë se kur shkon në spa ka probleme me drejtësinë, apo jemi të gjithë të pistë e hajdut njësoj. Pas 10 muajsh hetim për një çështje që u sajua nga qelbësira Elvis Koçi i pastrimit të parave, si shok klase i Klotildës dhe Çiraki Agaçit, dhe u dërgua në prokurori nga fundërrinat e policisë së shtetit, ish bastar të sigurimit si Tonin Voci Arben Dashi, me pëlqimin e një bythec drejtori si Gledis Nano, që kujdesej më shumë për mjekrën e tij dhe barkun e policave, rezultoi që ishte lapsus. Pra jo vetëm që nuk isha bërë pastrim parash, se nuk ka kush pastronte para me mua sa të jetë gjallë kreu i organizatës me shokët antar të organizatës që sot janë sa në burge, sa në arrati, por nga ky hetim, rezultoi që shifra që sajuan tufa e fëllëqësirave nuk rezultonte fare në llogarinë time bankare. U artua një dosje prej 1483 faqe hetim, duke filluar nga viti 1953 me pagën e babait si punonjës në bonifikim, të nënës në kooperativ dhe të ardhurat e mia nga mosha 16 vjeçare, pra nga viti 84 kur isha në gjimnaz, dhe pasi gjetën atë të SMS së tyre, e dërguan në gjykat për pushim, duke thënë që fakti nuk ekziston. Pra e sajuan hetimin me bindjen që do gjenin atë që dëshironin dhe gjetën PS-n. Këtë lloj hetimi vettingues nuk besoj që e kanë bërë për asnjë nga 800 gjyqtarët dhe prokurorët, se për politikanët. Jo. Nëse hetojnë politikanët siç më hetuan mua, do duhet të ndërtojë një burg i ri me përmasat e stadiumit Air Albania. Prandaj të nderuar miq dhe ju kurreshtar, mos e lodhni shumë veten duke menduar se isha unë në SPAK, se në 35 vite post-komunizëm kam pasur plot betejë në drejtësi, nga tufa e qeverisë që kanë tentuar të më kafshojnë dhe i kanë fituar duke u lënë zagarve të më lëpin, jo të kafshojnë atë që kësaj kategorie plerash u pëlqen më shumë dhe që kanë lëpirë gjithë jetën e tyre vegjetuese.